është një diçka që nuk le shije të mirë në të gjitha të procesi, i cili ishte shumë normal. Dhe ajo që me drejt Bingjozi e trajtoi dhe që natyrisht mua ajo më bën më tepër sens në këtë moment për ta debatuar është fakti që nuk u ndi asnjë ngjyrim politik në këtë debat. Asnjë. Përveç Berishës që doli në konferencë shqipje dhe tha, kemi të dhëna të sakta, tha që Partia Socialiste bën presionin maksimal ndaj votuesve të KKP-s. Doli, bëri konferencë shqipje për këtë punë. Dhe deklaroi që Partia Socialiste, Edi Rama po bën gjitha përpjekjet, i ka kapur që të gjithë dhe tashmë po kap edhe prokurorin e ri. Ta shikojmë, nesër del doktore, nesër presim çfarë do të thotë. Jo, doli sot, nëse se kemi ndjekur. Nesër mbas zgjedhjes, tani që u zgjodh. Tani mbas zgjedhjes tani harrohet ajo, prisë kemi tani harrohet tani. Ta shikojmë tani. Çfarë bjermi do të gjë zoti bravo. Gjithmonë ai paraprin ngjarje, kur ngjarja nuk ndodh, pastaj nuk harron edhe po se kur të kishte një nuancë ngjyrimi këtu do ta shihje thamë pa demëruar. E vërteta është që nuk ishte. E vërteta është që nuk ishte. Tani, nuk e di, do ta bësh të gjirën... Do ta bëjmë të gjirën, sepse kam qef ta prekim të, me që edhe zoti Beqir ju bashkua tavullin. Zoti Beqir mi mbroma. Unë mendoj që fakti që politika i qëndroj larg influencave, është një lajm shumë i mirë, dhe është progres. Po pse ky progres nuk u reflektua edhe tek mënyra se si u zgjodh zoti Brava, i cili duhet të thënë, e thash në editorial, ju nuk ishit, por e thash në editorial, edhe nga mënyra se si ai foli, me ishte kandidati më serioz se radhe për të marrë kreun e SPAK-ut. Besoj, do e meritonte dhe pak të lloj mesazhesh me gota, ndryshim procedurash, mendoj zoti Brava do të kishte fituar në çdo rast. Politika i mbajti duart larg. Mënyra si u zgjodh pastaj sigurisht që ngjatë skepticizmin për cilin foli Skënderi dhe Arbeni. Në fakt nuk ishte ndonjë interes, kush e di sakt, zgjedhja e kreut SPAK-ut këtë radhë. Ajo e Dumanit ishte një gjë, domethënë që u prit me shumë interes, sepse duke patur parasysh faktin që SPAK-u për 3 vjet u drejtua me një qetësi brillante, dhe jo sigurisht e SPAK, po sigurisht e një prokurori normale, si gjithë të tjerat, pritshmëria, domethënë ishte që duhet të jetë një dorë fort tani, që duhet t'ia ndryshojmë faqen SPAK-ut, se SPAK-u po vdes domethënë me këtë qetësi që ka nisur. Edhe Dumani e kishte këtë nerv në shpirtin e tij, edhe në karrierën e tij, domethënë është dalluar faktikisht si njeri që guxon edhe ec domethënë në proceset e ndryshme. Kështu që prandaj dhe pati goxha, domethënë edhe kështu debatet fuqishme, pritshmëri e lartë, të gjitha dhe doni me çdo kush që dilte Dumani. Aq më shumë që u mendua që kur doli kraja e meriton dhe Dumani, po diçka lëvizi aty brenda, edhe nuk që gjë e mirë ajo që lëvizi dhe që e spostuan. Kurse për sa i përket këtë radhë, këto ishin kandidatura thuajse të barabartë mes barabartëve. Në fakt, po ta merrje me përvojë, me tjera mund të delte Gjoli, se ai domethënë ishte më nga çdo lloj pikpamje pak më lartë edhe se Bravo. Por Gjoli pati një të keqe, domethënë thonjza se ishin adibra. Edhe nuk duhet ishin tërë adibra, kështu që edhe kjo nuk e ndihmoi dot shumë. Edhe mund të kursyer ato batutat me thënë vërtetën. Urdhëro? Ato batutat dhe mund t'ja kishte kursyer vetes, jo neve, po mund t'ja kishte kursyer. Jo, është e vërtetë kjo. Ato batutat me kafe, jo kafe, ja do të si me kafe. A ndoqët seancën? Se ndoqët seancën? A ju duhet në mërë që ndoqja se isha, ka kjeri një gjyq sot një gjyq për vrasje në firë dhe asë njës ka dëgjuar sot. I kemi batutat midis një antaret KLP-s dhe zotit Gjoli gjatë intervjisës, sot të ndjekim pak. Në qoftë se unë do të votoja sot për ju dhe nesër do të vija në zyrën tuaj për një çështje time personale, si do të kujdeseni ju për të mos sënuar pavarësinë dhe presionin. Po unë mund të kem një pozitë më të lartë se kjo e sotme. Unë e vlerësoj pozitën që keni, por para ligjit e kushtetutës keni asnjë lloj pozicioni dhe do respektoni si gjithë tjerë. Do respektoj si femër, do sajbismin e i kafën e gjë, po zgjidhja do jetë ligjore. Do me thënë fare. S'ka, sepse shumicëve u pëlqen kafeja në SPAK, dhe me vërtet e bëjmë të mirë kafe në SPAK, por patjetër me këto do ju respektojmë. Unë në fakt nuk e pi kafen fare. Aq më mirë.
Ama avokat, e bëjnë mirë kafën s'pak. Pra, problemi është që e mora dhe unë, do më thënë atë përgjigje që duhet merja, po problemi është që edhe niveli pyetjeve, po para se dalë tek niveli pyetjeve, se kam edhe këtu një 2-3 mendime, pra në të 4 këta, do më thënë, unë vlerësoj që zgjedhja e Klodianit, do më thënë, ishte normale. Nuk kemi asnjë dilemë aty. Puna është, por problemi është edhe një gjë tjetër. Se duhet bërë sporcuar ku mund biden në rrugë natyrshme. Po, edhe një gjë tjetër që ajo faktikisht ishte edhe si e paralajmëruar zgjedhja e Klodian Bravës. Edhe unë nuk e mora vesh që pse atë procedurën këta nuk e bën, ashtu siç duhet, po duket s'kam patur besim, sepse të gjithë këta antarët e KLP-s, këta e kishin marrë mesazhin që duhet votonin për Klodian Bravën, sepse realisht edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të bashkëpunojnë më shumë me Klodian Bravën. Edhe këtë tani nuk është me s'përbën kjo në një lloj sekreti dhe nuk është i preferuar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e vërtet një gjë e tillë. Po problemi më i madh e më i rëndësishëm aty ishte tek niveli i atyre që e zgjodhën. Domethënë te niveli i Këshillit Lart Prokurorisë. Një nivel i jashtëzakonisht i ulët edhe urdhroni kush i gjykon prokurorët. Kush, do më thënë, është gjykatësi i prokurorëve të Shqipërisë. Kjo KLP, që bërë pyetje që po të vi unë e tjera, po kush duhet ishin pyetje që duhet bënd të KLP-ja aty, KLP-ja dhe antarët e saj, qa pyetje du ishin bërë Klodianit, qa pyetje du ishin bërë... Kishte një 2 për tyre, unë mendoj që te intervista e zotit Brau u bën pyetje serioze. Edhe njerë, mua se pyetjet pak të unë i dëgjova, unë pyetjet i dëgjova, i dëgjova bile gjatë gjithë rrugës atë bënja, dëgjova pyetje, qa pyetje u bënë. Por më bëri përshtypje që aty s'kishte pyetje nga ato që u përkasin këtyre, edhe që do t'i vinin këta nesër në punë, që do t'i vinin këta para përgjegjësisë, se qarë duhet bëjnë këta. Edhe kush mund t'ishte pyetja? Pyetja mund t'ish, ju keni qenë prokuror në krimet e rënda, pasaj kaluat në SPAK, po te krimet e rënda, kur ishit prokuror atje, ka ndodhur një ser ngjarjesh në Shqipëri që kanë qenë ngjarje, domethënë nga më kriminalet, më të rëndat që kanë dëmtuar rënd, domethënë edhe imazhin e Shqipërisë, po edhe kanë dëmtuar edhe njerëz. Njëra hetohet nga zoti Brau. Po, edhe do thoshte, bie fjala. Gërdeci, bie fjala. Që po e heton. Bie fjala, 21 janari, bie fjala. Korrupsioni i lartë shtetëror që ka ndodhur në një ser privatizime të ndryshme që janë bërë këtë vend e tjera me radhë. Cilat prej këtyre keni filluar kryesisht ju? Rruga Durrës Kukës. Jo, po pikërisht. Cilën prej këtyre keni filluar kryesisht ju? Asnjë. Zero. Atëherë, po pse s'keni filluar? Pra pyetje, pse nuk i keni filluar? Kush u ka penguar? Do t'japim përgjigje. Ata, dhe na përgjigja varet se si do ta drejtosh ti nesër SPAK-un. Dhe jo vetëm kaq, po pyetje tjera, domethënë duhet ishin edhe të nivelit tjetër. E keni Gërdecin, ju e keni Gërdecin, po sa vjet vajti Gërdecin duar tuaja? Çfarë veprime keni bërë? Pse mban ju zvar Gërdecin? Pse se çonin gjyq? Sa keni afatin maksimal për hetim? Edhe të gjithëve pa përjashtim du ishin bërë pyetje të tilla, ose pyetja tjetër, u ka ardhur kallëzimi penal për krime nga më të rëndat që kanë ndodhur, vrasje e tjera që është në 2019. Dhe ende si keni dhënë rrugë. Atë, qa pristi që t'jepni rrugë? Avokat, këto janë pyetjet që du ishin bërë atje dhe t'japi përgjigje, se tani do pim kafe, megjithatë lajmi mirë është që kemi një magjistër apo jo që është që sot kryetari i SPAK-ut, Për herë të parë në SPAK, drejtues SPAK-ut, domethënë në këtë periudhë është i treti që është i zgjedhur si drejtues, është një person që ka mbaruar shkollën e magjistraturës. Kjo është një diçka pozitive. Do të thonë që edhe magjistratëve që kanë mbaruar shkollën e magjistraturës i jepet e drejta që të drejtojnë një institucion kushtetues siç është SPAK-u. Por duhet kemi parasysh diçka, që të 4 kandidatët nga pikpamja formale i plotësonin kushtet dhe kriteret për qenë aty, sepse edhe për të kaluar në SPAK janë 2 filtra që kalohen, filtri profesional dhe moral. Pra dhe për familjen, për që verifikohen shumë gjëra. Dhe të 4 personat i plotësojnë kriteret.